Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Sot do të gatuajmë një ëmbëlsirë të lehtë, të shpejtë pa pjekje. Ato janë receta që i kërkoni më së shumti nga ju dhe mundohem gjithmonë të sjell receta të ndryshme dhe ide të ndryshme pikërisht nga këto ëmbëlsira. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e recetës. Fillimisht kemi nevojë për biskota. Mund të përdorni çfarë do lloj biskota që keni në shtëpi, por ju sugjeroj që të provoni këtë lloj të biskotave. Biskota të holla dhe të gjata mund t'i gjeni në të gjitha supermarketet më të mëdha. Për ta përgatitur kremin e kësaj ëmbëlsire, kemi nevojë për krem djathi. Dhe siç e dini që zakonisht munduhem që të zgjedh produkte sa më cilësore në recetat e mia dhe ato t'i sugjeroj edhe tek ju, ashtu po bëj edhe sot. Unë po përdor krem djathi Labne nga marka Pënar. Njëjtë edhe këtë lloj të kremit të djathit mund ta gjeni në të gjitha supermarketet më të mëdha. Unë e përdor zakonisht këtë brand të kremit të djathit gati në të gjitha ëmbëlsirat e mia, e sidomos në cheesecake dhe në këto ëmbëlsirat pa pjekje. Fillimisht në një enë më të thellë vazhdojmë që të shtojmë 800 gram krem djathi, pra 2 paketime nga këto 400 gram me Labne. Tani te krem djathi vazhdojmë që të shtojmë 5 lugë gjelle me sheqer pluhur. Vazhdojmë që ta përzijem me mikser për 2-3 minuta. Tani vazhdojmë që te krem djathi shtojmë 400 ml krem pana për ëmbëlsira, por ju lutem sigurohuni që kremin pana ta përdorni të ftoftë dhe direkt nga frigoriferi. Në këtë mënyrë kremi ju bëhet më i mirë. Vazhdojmë përsëri ta përzijem me mikser edhe për 4 deri në 5 minuta tjera, derisa kremi na bëhet mjaftueshëm i trashë. Tani kremin që përgatitëm e shtojmë në një qese dekorative për ta pasur më të lehtë tani t'ja japim formën ëmbëlsirës. Fillimisht marrim një pjatë më të madhe ku do ta vendosim ëmbëlsirën, poshtë shtrojmë pak nga kremi që e kemi përgatitur që ta kenë si bazë biskotat që të ngjiten. Marrim tani një biskot. E tek biskota shtojmë krem. Pasi e mbulojmë me krem mirë, marrim edhe një biskot tjetër, ja vendosim sipër. Shtojmë edhe pak krem këtu. Dhe tani i rendisim. Pra një mënyrë teje të lehtë për përgatitjen e një ëmbëlsireje të mrekullueshme. Nuk ju merr më shumë se 10 minuta për ta gatuar, por jam e sigurt se të gjithë që do ta provojnë do të ngjelen të mahnitur nga shija e kësaj ëmbëlsire. Tani me kremin e mbetur e mbulojmë tërë ëmbëlsirën mirë edhe pjesët anësore. E lëmojmë mirë tani kremin. Dhe pasi e mbulojmë me krem djathi në të gjitha anët ëmbëlsirën, vazhdojmë që t'i shtojmë pak krem dhe unë po përdor kremin Biscoff nga Lotus. Nëse nuk mund të gjeni nga i njëjti, mund ta zëvendësoni me Nutella ose me çfarë do lloj kremi që keni në shtëpi. Vazhdojmë e shtojmë me kujdes në pjesën e mesit. Dhe tani me pjesën e mbetur të kremit i dekorojmë pjesët anësore. Lejojmë tani që ëmbëlsira të ftofet në frigorifer për 1 deri në 2 orë, të shtrëngohet mirë dhe vazhdojmë që sipër ta dekorojmë edhe pak dhe ta shijojmë.